Valla baba jem ka vdek pa namaz, baba jem ka vdek pa hin xhami asnjëherë. A ban unë me bo taube për babën tem? A ban unë mu pendu për babën tem? Jo. A mundesh me thanë, unë do falen për babën tem se baba su ka fal? Nuk mundesh me thanë, se gjithë se cili për vete du të mira sejgjda Allahu dhul gjelal. A mundet me thanë, valla baba jem, kur o ka njëri se ka mbajt Ramazanin, a ban unë me mbajt Ramazan për babën tem? Nuk mundet o vlezër. Valla baba jem ka vdek pa namaz, baba jem ka vdek pa hin xhami asnjëherë. A ban unë me bo taube për babën tem? A ban unë mu pendu për babën tem? Jo. Në momentin vlezër nderum, në momentin që mbilën sit, në momentin që lëshojnë në varë, nuk mundet askush me ba për neve. Prandaj, mesazhi im është, fale namazin sa je gjallë dhe sa je i shëndosh. Bjeri Allahut në sejdë sa je gjallë dhe sa je i shëndosh. Agjëroj Ramazanin sa je gjallë dhe sa je i shëndosh. Shko në haqë sa je gjallë dhe sa je i shëndosh. Shko në haqë me kom të tua.